Zonja Lala, kur do të shqyrtoj kërkesën e qeverisë gjykata kushtetuese për pezullimin e Ballukut nga GKK? Çfarë procedure ndjek gjykata kushtetuese? Digjeti për këtë pak a shumë në... Tani gjykata kushtetuese kolegji u mblodh ditën e sotme, pati një vonesë sepse në momentin që u paraqit kërkesa nga kryeministri i vendit zoti Edi Rama, cilin do ta shpjegoj më pas çfarë kërkon, kolegji mbeti pa njëri nga anëtarët, sepse zonja Olta Zaçaj, kryetare e gjykatës kushtetuese, mbaroi mandatin dhe pas betimit të gjyqtarit të ri Asim Vokshi, ajo menjëherë duhet largohet nga gjykata kushtetuese. Sipas rregullave të gjykatës dhe se si funksionon ajo, u vendos që në vend të zonjës Olta Zaçaj të hynte si anëtare e kolegjit Marsida Gjaferllari, e cila aktualisht ushtron edhe detyrën e kryetares së gjykatës kushtetuese deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Dhe kolegji penal, kolegji gjykatës kushtetuese aktualisht përbëhet nga Sander Beci relator, Sonira Betja dhe Marsida Gjaferllari. Janë këto të tre. Ditën e sotme kolegji u mblodh për të vendosur nëse do ta kaloj çështjen në mbledhjen e gjyqtarëve apo nuk do ta marrë në konsiderat, mbetet për tu parë, por sipas ligjit, antari që hyn rishtas në kolegj duhet që ta marrë kërkesën dhe aktet bashkangjitur jo më pak se 2 ditë. Dhe duke qenë se zonja Gjaferllari ishte caktuar ditën e djeshme dhe nuk kishte patur mundësi, pra kohën e nevojshme sipas ligjit, ajo kërkoi kohë që të njihet me aktet e dosjes dhe me objektin e kërkesës dhe kolegji vendosi që ta kaloj çështjen për shqyrtim në datën 2 dhjetor, për faktin se nga dita e nesërme deri të hënën janë pushime zyrtare për shkak të festave të nëntorit. Gjykata kushtetuese tha sot njoftimin zyrtar që duke qenë se bëhet fjalë për një kërkesë për pezullim në lidhje me vendimin e gjykatës së posaçme që i ka ndaluar zonjës Ballukut të drejtën për të ushtruar funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, sepse vetëm këtë pjesë konteston kryeministri sa i përket masave, çështja është konsideruar prioritare dhe për këtë arsye do shqyrtohet në kohë sa më të shpejtë dhe dita e parë pas pushimeve ishte pikërisht 2 dhjetori. Tani çfarë kërkon kryeministri i vendit që ka vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese? Së pari duhet sqaroj që kryeministri është subjekti i cili në mënyrë të pakushtëzuar vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Dhe zoti Rama, është ligjore kjo? Po, është kushtetuese, mund ta shpjegoj dhe avokati. Pra është avokati do të shpjegojë. Që jep ligji, janë disa subjekte, po njëri prej tyre është kryeministri. Vetë ajo nuk e bën dot. Si? Vetë ajo nuk e bën dot. Pra duhet ta bëj kryeministri në këtë. Po pra bën kryeministri, presidenti janë një grup. Dikush dëgjova unë një tjetër që thoshte që duhet ta bëj ajo vetë dhe jo. Po, pasi të kaloj të gjitha shkallët e gjyqësorit. Apelin, gjykatën e lartë. Pra Balluku mund të drejtohej gjykatës kushtetuese pasi të ketë kaluar të gjitha hallkat, nuk mund të shkojë në mënyrë të drejtë për drejtë. Atëherë, zoti Rama kërkon së pari të pezullohet vendimi i gjykatës së posaçme, vetëm lidhur me masën ndaluese që ka të bëjë pezullim nga ushtrimi i funksionit publik si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Ndërkohë që nuk ka pretendime për pjesën tjetër, pra masën shtrënguese, që është ndalim për të dalë jashtë vendit. Kryeministri thotë që ky vendim i pezullimit i marrë nga gjykata e posaçme ka krijuar një vakum institucional, pengon rrugën e Shqipërisë në drejtim të Bashkimit Evropian, sepse zonja Balluku në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë deri në vitin 2027 duhet të firmos 800 projektakte dhe së treti thot është ndërhyrje e gjykatës së posaçme në 3 institucione. Kryeministri i cili propozon, presidenti i cili dekreton dhe kuvendi që voton zonjën Balluku në cilësinë e ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Dhe pika e dytë që kërkon zoti Rama kërkon një interpretim të pikës 3 të nenit 103 të kushtetuesës, ku njëri nga pikat po, zonë të drejtat e deputetit. Por gjykata këtë pikë e ka sqaruar, sepse ka thënë që unë e pezulloj zonjën Balluku sipas nenit 242 të kodit procedurës penale. Por është dhe neni 103. Po, patjetër. Avokatin do të ta sqaroj vetëm një moment. Atëherë, gjykata e posaçme arsyeton si më poshtë që zonja Balluku pezullohet nga funksioni zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, për shkak se sipas gjykatës referuar në nenit 242 të kodit procedurës penale, ajo është e emëruar dhe jo e zgjedhur në këto pozicione, ndërkohë që nuk preket mandati i deputetit për të. Pra zonja Balluku është e lirë të ushtrojë detyrën si deputete e kuvendit. Një pjesë e juristëve mendojnë që duhej marrë ajo mas, një pjesë tjetër thonë që jo nuk duhej marrë ajo mas. Kështu që, domethënë, këto çështje përfundojnë gjykatë kushtetuese
Sepse ndodhin për herë të parë, pra s'ka ndodhur në gjithë këto 30 vite s'kemi pas çështje të tilla kaq specifike, po arsyeja se s'kemi pasur as pak as gjë kohë. Tani, çështja e zonjës Balluku është ndryshe nga çështja e zotit Velia apo më tej zotit Meta. Pra nëse për çështjen e zonjës Balluku ne kemi debatin për kompetencat, nëse ka spaku kompetenca të pezullojë nga detyra një ministër apo një zëvendës kryeministër, te rasti zotit Velia, ne flasim për masën e arrestit. Pra, është e drejtë që ai të qëndrojë në burg siç ka vendosur gjykata e faktit, e shkallës parë, apelit dhe gjykata e lartë, apo jo? Pasi kjo gjykatë i ka hequr. Tani, unë nuk jam shumë i qartë se pse zoti Velia kërkon rikthimin në shkallë të parë. Po sepse është i padrejtë, thotë. Sepse gjykata ka thënë është proces i parregullt. Pa rregull ligjor. Pretendon zoti Velia, jo? Sepse treja shkallët e kanë lënë fuqi vendimin. Zotin Velia në gjithë këtë histori, pra të masës së tij të arrestit si kryetar bashkie, e shoqëron pak a shumë precedenti zotit Beleri. Edhe zoti Beleri ndeti në burg pa afat nga gjykata e shkallës parë. Gjykata e apelit përsëri e la në burg pa afat, gjykata e lartë e la në burg pa afat. Dhe çfarë kërkonte zoti Beleri? Kërkonte thjesht një ditë liri për të shkonte dhe të betojë. Dhe në këtë rast gjykata kushtetuese, e cila e mori në shqyrtim çështjen, me shumicë votash, 7-2, mos gaboj, tha që nuk ka arsye që të ndërpritet masa e arrestit nga tij për të shkuar të betohet, pra për të përfituar mandatin e tij, sepse vendimi që ka dhënë gjykata e GKO-ja në këtë rast është më i vlefshëm në raport me atë që çfarë ka bërë zoti Beleri. Zoti Bushati, në lidhje, besoj më shkruajnë që e kemi, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Ore, ti duket si të njëjti vend si një vit më parë. Vetë të njëjti vend. Jo, ndryshëm. Ore, ndoshta s'po, po unë e kam këtë. Me të njëjtën koherencë si para një viti. E pra. Po pra. Është e qartë me qartë, po është duket që është një. Koherenca është e njëjta edhe kur vendi ndryshon. Po e qartë. Atëherë, na keni ndjekur këto minuta? Po, me shumë vëmendje. Atëherë, rreth këtyre që thamë. Me shumë vëmendje ju kam ndjekur, por kur je jashtë e vë vete në syrin e publikut dhe nga jo që po vëre duket sikur po bëni një proces para proces, një gjyq para gjyqi. E këte është një gabim ky. Me thash që nuk duhet ta bëjmë të gabim fakt. Për shembull, ajo që vura re unë deri tani nga biseda. Tema kryesore këtyre ditëve është tema e Belinda Ballukut. Dhe këtu mor rasti Balluku Velia, Balluku Meta, Balluku Berisha, Balluku Beleri etj. Në fakt asnjë nga këto raste nuk ngjajnë për një gjë.